mrenda janë krejt e naj. E njëjta është edhe që të autorizëm mirësati që të ndjekë. Po. Gjashmëdhjetë e 23. E 20. Gati, ja? Për herë, falenderit, inshallah. Hajri. Amin, amin, inshallah. Juve. Hajde, falenderit. Amin. Hajde, hajde, zotit në me, inshallah. Hajde, inshallah. Në kam bare. Po, okej. Si të mendoni, si është bëme? A bëjmë prengamë? Shabani sa të dorëzuat kandidaturën për zgjedhjet e 11 janarit, cili është mesazhi juaj që po përcjellni në këtë moment? Po, sot ja edhe në prezencë të miqve, shokëve dhe kryetarit të Këshillit në komunën e Prapshishtit, bashkarisht dorëzuam kandidaturën për zgjedhjet e 11 janarit 2026, zgjedhjet e përsëritura, zgjedhjet të cilët nuk u arrit më 19 tetor censusi. Tani do me thanë në këto zgjedhje të përsëritura apo të reja, si i kanë quajtur, unë dorëzova kandidaturën dhe mesazhi im është që qytetarët të shprehin maksimum vullnetin e tyre, vullnetin demokratik, që të votojnë edhe për më të mirin e komunës, që edhe në këtë moment nuk e dim se kush janë edhe ndë kundër kandidatët tanë, nuk e di a ka oficial dikush që ka dorëzuar kandidaturë, po ne kemi kryt obligimin tonë dhe na prift e mbara. Po, e gjini por aktësisht kush mund të jetë kundër kandidati juaj, apo ende se gjini ose emrat që përfliten, a ju shqetësojnë ju ose as pak? Me thënë të drejtën, këto emrat të cilët përfliten, as pak nuk më shqetësojnë, po më vjen keq nga ajo që qoftë koalicioni vlen, apo dikush që përfliten si emra të pamvarur, më vjen keq nga ajo që mendojnë se mund të tallin inteligjencën e qytetarëve të komunës së Vrapshishtit. Në zgjedhjet e 19 tetorit kishim një kandidat, ai kandidat tani është zhdukur fare, nuk e shohim, flitet për disa emra të re që koalicioni vlen do t'i kandidoj, mirë po në basa anketimeve të cilët ata kam bërë, sa unë kam të dhëna, nuk ka një kandidat të tillë, dhe me gjitha gjasat mendoj që vlen do të tërhiqet nga gara, duke pas opinionin e qytetarëve në komunën e Vrapshishtit se vlen do të jetë me një rezultat shumë të dobët apo zero, ta quajmë se edhe zero ishte në zgjedhjet e 19 tetorit. Tani kam dëgjuar për një emër që mbështetet nga dikush, por është si kandidaturë e pavarur,
I uroj shëndet dhe shihemi në 11 janar. Zëri Shabani, ai emër që e thatë ka qenë miku juaj i afërt, shoku juaj. Gjeni i tradhtuar në këtë moment nga ai i cili deri gjë ndoshta edhe i keni ndihmuar e bë drejtor. S'ka emra tani. Ose E ti di, ose e di kryetari shumë. emri. Është e vërtet edhe për personin në fjalë që pak a shumë flitet, po ende nuk është e zyrtarizuar se do të jetë kandidat apo jo, po mbi gjitha qytetarët e dinë më së miri, prandaj mua nuk më shqetëson fakti nga ana tjetër apo në një farë forme them jam i gëzuar që do të kem kundër kandidat për të pasur gjitha dilemat për atë periudhë që ne kemi qenë bashkë. 11 janari është ai i cili do t'i pastroj. Shihemi në 11 janar. Me shumë dëshirë dhe me entuziazëm të madh e pres që të përballemi me 11 janar. Faleminderit.